حاضرين. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Allahun e madh dhe falenderojmë, salavat dhe selam bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgojmë mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të dashur vëllezër, së pari mirë se erdhët në këtë mezhlis, në këtë ders sonte, ku do të shpjegojmë rreth dispozitave të umrës. Falënderimi i takon Allahut, i cili na mundson që ne ta marrim këtë rrugë dhe të kryejmë një adhurim prej adhurimeve dhe ibadeteve drejt Allahut Azza wa Jall, e ajo është umrja. Sa i përket umrës, çka do të thotë umrën? Në definicionin e shariatit, umre do me thonë vizita e shtëpisë Allahut Azza wa Jall me qëllim të kryerjes së adhurimit të umres, duke filluar me tavafin, pastaj hecjen apo nxitimin në Safa dhe Merva, dhe duke e përfunduar me qethjen apo ruajtjen e kokës, dhe me këtë përfundon rituali i umrës dhe kryerjes së këtij adhurimi madhështor. Cila është dispozita e umrës? A është sunet? A është obligim? Vajib apo sunet? Dietarët janë ndarë në dy mendime. Disa dietarë kanë thonë se është sunet, e disa tjerë kanë thonë se është obligim dhe është vajib. Njëherë gjatë jetës tonë. Njëherë gjatë jetës tonë, sikurse haxhi. Njëherë e ke obligim gjatë jetës tonë, dhe ky është mendimi më i fortë, se umrja është obligim dhe jo sunet. Për shkak se Allahu Azza wa Jall thotë: "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Kryeni haxhin edhe umrën për Allahun Azza wa Jall. Pra Allahu Azza wa Jall e ka bashkuar edhe haxhin edhe umrën me një jetë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Aisha radhiyallahu ta'ala anha, se kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë: "Ja Rasulullah, a ka për gratë xhihad, domethënë luftë në rrugt të Allahut Azza wa Jall, sikurse që bëjnë burrat? Ta ja Rasulullah, burrat luftojnë, dalin xhihad, luftojnë për Allah. A ka edhe për gratë?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gratë tha: "Ka një xhihad që nuk ka në to ballafaqim, nuk ka luftë në to. Alejhinna jihadun la qitala fih." Për to tha ka një xhihad, një përpjekje në rrugën e Allahut Azza wa Jall, ama në atë s'ka mbytje, s'ka vrasje. Ajo tha është haxhi edhe umrja. Me këtë fjalë alejhinna, për ato është e detyruar, kanë thonë dietarët se umrja merret se është e detyruar, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha atyre: "E keni detyrim ta kryeni haxhin apo umrën për hir të Allahut Azza wa Jall." Gjithashtu Imam Buhariu e cek një kapitull dhe thot: kapitull për ata të cilët e bëjnë umrën para haxhit. Kapitull për ata të cilët e bëjnë umrën para haxhit. Kanë thonë dietarët, pse ka cek Imam Buhariu bashkë këtë kapitull? E ka cek bashkë këtë kapitull që t'ua bëje me dije, dhe kjo është për diturisë së madhe të Imam Buhariut, se umrja është e obligume. Për shkak se gjithë dietarët janë të pajtimit se njeriu nuk i takon dhe nuk e lejohet që t'i jep përparësi sunetit para obligimit. E megjithatë, përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pas ka bë umrën para haxhit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se ta bën haxhin, sa umre ka bë? Kush e din? Pejgamberi sallallahu ka bë 4 umre. Para se ta bëjë haxhin, ka bë 4 umre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe me këtë kanë thonë dietarët, po mos ishte obligim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk do ta krynte umrën para haxhit. Mirë, po sidoqoftë, ka mendim të dietarëve të cilët thonë se është sunet, dhe kjo është mendimi i dietarëve të mëdhëbit Hanefi, Imam Maliku rahimahullahu taala dhe Ibn Taymija, të cilët e kanë zgjedhë këtë mendim. Mirë, po siç thamë, se mendimi më i fortë më ashtu është se umrja është obligim
për shkak se ato e marrin për hadith, për bazë një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku e pyetën sahabët që transmeton Xhabir ibn Abdullah, e pyetën i thanë ja Rasulullah, a është umra obligim? Tha jo, mirë po ta bësh është mirë, ta kryesh umrën është mirë. Mirë po ky hadith është i dobët, sipas pajtimit të gjithë të dietarëve të hadithit. Mirë, edhe Imam Shafiu rahimahullahu taala thotë se ky hadith nuk merret për argument se umra nuk është obligim. Gjithashtu Xhabir ibn Abdullah, ai që transmeton këtë hadith, ai ka thonë, dhe kjo bie ndesh me këtë hadithin që transmeton, prandaj thuhet se është i dobët ky hadith. Për shkak se Xhabir ibn Abdullah ka thonë, çdo besimtar e ka obligim umrën gjatë jetës së vet, nëse ka mundësi normal. Kush e ka mundësinë financiare dhe është me trup i shëndetshëm, e ka obligim një herë në vit që të shkon që ta kryen adhurimin e umrës. Cila është vlera e umrës? Shpërblimi i umrës. Ne do shkojmë ta bëjmë umrën, ama e dimë se çfarë shpërblimi ka apo nuk e dimë. Ne nuk shkojmë vetëm turizëm atje. Ne shkojmë që ta marrim këtë shpërblimin. Ajo që kërkohet pi nesh. Ne shkojmë për ta kryer këtë adhurim që të marrim sevap. Jo vetëm shkojmë ta shëtisim Medinën edhe Mekën, a nuk e dimë se çfarë shpërblimi ka umra apo haxhi. E para për shpërblimeve që ka umra është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush e bën një umre edhe pastaj e bën edhe një umre tjetër, gjunahet që bëhen mes tyre dy umreve i falen. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjunahet që bëhen mes tyre dy umreve i falen. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Abdullah ibn Mesudi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bayna al-hajj wal-umrati. Thot pas haxhit kryeni umrën, apo pas umrës kryeni haxhin, apo pas umrës kryeni një umre tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak se umra kur e pason me një umre tjetër apo me haxh, thot i shlyhen gjunahet dhe e largon fukarallëkun. E largon fukarallëkun edhe i shlyhen gjunahet, ashtu thot sikur se e pastron zjarri hekurin prej ndryshkut. Ashtu sikur se e pastron thot zjarri hekurin prej ndryshkut. Kështu i pastron gjunahet umra. Prandaj preferohet që njeriu kur e kryen një umre, nëse ka mundësi ta kryejë edhe një umre tjetër, apo e bën haxhin, mas një kohë ka mundësi të shkon ta bën edhe një haxh tjetër, për shkak se Allahu Azza wa Jall ja shlyen gjunahet, ja shlyen gabimet dhe ja largon çka? Ja largon ka fukarallëkun. E po mirë. Për umrën, çka duhet dim ne për umrën, rreth umrës? Umra është një ibadet që i ka rregullat e veta, edhe të shifni, kur do shkojmë atje, të shifni se çfarë rregullash ka umra. Nuk është sikur se haxhi ka pak më shumë. Umra krejt komplet është 2 sahat e gjysmë, maksimum. Kurse haxhi është 6 ditë. Haxhi sa ditë është? 6 ditë. Haxhi ka më shumë vështirësi. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër te Allahu Azza wa Jall vetëm se xhenetin. Bile thot kthehet njeriu thot prej haxhit, nëse Allahu Azza wa Jall ja ka pranuar haxhin, thot kthehet sikur sa ajo ditë që e ka lind nona. Do thon pa gjunahe. Ky është problemi i haxhit. E po çka duhet dim neve, cilat janë rregullat për umrën? E para, neve kur do shkojmë në Medinë, se herë e parë ne do shkojmë në Medinë, pastaj do shkojmë në Mekë. Umra kryhet normal në Mekë. Mirë po, para se të shkojmë në Mekë, ne do shkojmë në Medinë, dhe vizitojmë vendet e Medinës, edhe pastaj do bëhemi gati kadal për të shkuar në Mekë. E para që duhet dim prej gjëjave për ta kryer umrën, është se neve për gjëja që pëlqejet para se ta veshim ihramin. Ihrami çfarë është ihrami? Ihrami janë që ja kompruan njëna, aty do të ftoj si veshet. Ato ihrami janë ato veshet 2 peshkirat e bardh. E para se t'i veshim këto 2 peshkirat e bardh, ne duhet shkojmë me një vend i quajtur Dhul Hulejfa. Ata janë ato pikat ku bëhet njeti për numre. Ti në t'i veshish këto peshkira çemull, ihramin, ta veshish në Medinë, ama pa shku atje taj vendi për ta bën njetin, nuk quhesh se e ke vesh peshkirin. Edhe sikur ta veshish ta mbajsh në Medinë, nuk quhesh se je umrexhi. Pa shku te ajo pika ku bëhet njeti. Pejgamberi Islam ka caktuar disa pika ku bëhet njeti. Për banorët e Medinës, se në ato që vin pika ona e Medinës që shkojnë në Mekë, Pejgamberi Islam e ka caktuar një pikë ku bëhet njeti. Atje quhet Mikatu Dhul Hulejfa quhet, ai vendi.
edhe ne të shkojmë atje. Ta i vendi ku dhe bëjmë niyetin. Mirë, për para se të shkojmë atje, neve dhe pastrohemi, dhe rregullohemi, ku dhe rregullohemi në hotel të vishemi. Pse që atje që mos vonohemi shumë, atje veç dhe shkojmë dhe bëjmë niyetin, di falim 2 rekat namaz, edhe dhe nisemi kadal me autobusin. Po një ihram, para se ta veshim këto 2 peshkirat e bardh, çfarë duhet bëjmë neve? Herën e parë është sunet. Preferohet që njeriu të pastrohet. Ti hek qimet e që janë të obligume ti heke. Që më shembull te organet gjenitale, ti heke qimet poshtë sqetullave, të pastrohet, të lahet komplet, preferohet që të lahet komplet, ti prese thojt para se ta veshe ihramin, të parfymoset. Mirë, po cin ta parfymose? Peshkirat apo trupin? Trupin duhet ta parfymose, peshkirat nuk lejohet të parfymosen. Edhe se kemi bën niyetin, peshkirat nuk lejohet parfymosen. E parfymosim trupin, e parfymosim direkt, për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka parfymos trupin e tij, jo peshkirat. Tamam? Kjo bëhet domethënë pasi nisemi në Mekë. Po, kur do nisemi për në Mekë, a ditë do t'ju tregoj unë atje në vend çfarë duhet bëj? Mundesh në pikandis, po të kesh nevojë vetëm lash mos me ujë normal, me shampon, domethënë edhe në rregull je. Po qëllimi ose duhet të largoj këto. Atje nuk ka lidhje kur. Çfarë vendi kryesor duhet të pastrohet një herë, është pi sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E parfumosim, çka parfumosim? Trupin. E parfumosim trupin. Jo peshkira. Pastaj kadal dhe i veshim ihramin. Ta veshim ihramin. Gjoja e parë që na duhet neve për numre për shku është ihrami. Kur dhe këtë dhe veshim në hotel ose po dhe veshim në atje kemi katë, kjo e pika ku thash, në Dhul Hulejfe. Po ne ndoshta dhe veshim në hotel që ta kemi makollaj për andi. E ihrami, pjurësive të ihramit, pse Allah e ka bo pa qeter me këto 2 peshkira? Mundesh të thot me plaçka. Si qeni, si që është për gratë. Gratë nuk veshin ihram. Gratë ashtu si qenë. Me teshat normal, me shami, me mantill, me çorap, me krit. Neve jo, ne duhet i veshim patjetër këto. Ihramin. Kan thonë dietarë pjurësive që Allahu azza wa jalla ka bo patjetër të jetë ihrami, 2 peshkirat e bardh, për tregu se dunjaja aq vlen te Allahu. Këto janë si qefine. Që kaq do marrish në botën tjetër. Veç to. Prandaj kush vdes tot për Islam në ihram me këto peshkira ato e bota vafin, shembull, vdes me ato varroset, nuk i veshet më çefina, nuk vulohet më me çefin, po me ato. Me peshkirin e çojnë drejt në varr. Ajo është çefin për atë. Domethënë njeri vesh ka çefinet për zgjalli. Ajo është kur e bën umrën apo haxhin i vesh çefinet. Një është tesh e modestis. Tesh e modestis, tregohet modest. I përulur para Allahut azza wa jall. Për shkak se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon për një njeri që i ka vesh tot teshat e veta thot, i heqte thot roshonja sot e mbajshte mendje masa. Njeriu zakonisht kur veshet bukur, natyrshmërisht, po të veshet bukur, pak i hyn vesjan qef. Ka qef pak të dëftohet. E Allahu thot jo, me këto peshkirat këtë njëjtë para Allahut. Si zengini, ai që është i pasmi, si ai fukaraj, me peshkirat krejt njëjtini, 2. Dallon zengini pi fukarajt atje në qabe? Kush është milioner, kush nuk është? Jo, se krejt njësojnë vesh. S'ka, Allahu i ka bo krejt njëjtë veshët. Edhe prandaj Allahu azza wa jall na ka zgjedhur që këto 2 peshkira ihramet edhe preferohet që të jetë ngjyra e bardhë, që tregon për bardhsinë e zemrës dhe natyrshmërinë e pastër të njeriu. Domthonë kjo është urtësia pse Allahu e ka zgjedhur bash peshkirat, ihramin, për modesti. Edhe që gjithë njerëzit para Allahut domethënë janë të barabartë. Edhe kur do ringjallemi në ditën e gjykimit, njëherë do ringjallemi gjithë lakuriç. Kur të dalim pi vorrave si të dalim? Lakuriç. Pas një tesh mbrapa do u veshen teshat. Edhe Allahu na hek një teshat, na vesh vetëm do 2 peshkira, se veç do t'i merrni me vete në varrin tuaj. E po mirë, çka preferohet? E tregum gjatë ihramit para se ta veshim ihramin, çka preferohet tregum. E tash si ta veshim ihramin. Si ta veshim ihramin tash këtu do t'u tregoj, po edhe një herë do t'u tregoj atje. Pagës tash një vesh ta keni parasysh se si veshet ihrami. Kjo është, këta janë 2 copa, unë e kam marrë njënën, se atë qetërën se kisha këtu. E kam marrë vesh njënën, po këtë njënën njërë dhe vesh poshtë, mas në dhe veshën e naltë, të doftoj si, se tash i kom plaçkat. Normal,
puna e parë që duhet, ihrami duhet mos kesh as një tesh përfundi. Duhet jesh si lakuriç. Nuk lejohet kesh as brek, as kurrë. Është ndaluar. Pa brek, i veshim domethënë lakuriç komplet e veshim kët ihramin, këto dy teshat. Hym me ato vende speciale apo në hotel, nuk kemi kurrë edhe i veshim peshkirat. Zhveshemi komplet edhe e marrim këtë pjesën. Kjo është pjesa poshtë, e shef? Kjo është pjesa e poshtme. Shembull tash. E vendojmë kështu, e ndajmë për gjysmë. E shef? E ndajmë për gjysmë. Japim komët. Pse japim komët? Komët japim tash që kur të ecim, ta kemi pastaj makollaj ta bëjmë hapin. Prandaj japim pi tash që s'po të kemi nevojë ta hapim komën më shumë, e kemi mat tamam, edhe nuk do kemi më pengesë. Edhe ose kur do nxitojmë me safas edhe merrve siç do ta tregojmë kur do nxitojmë, nuk do të kemi pastaj pengesë për të nxituar. Çfarë bëjmë? Njëna do rrim pak më poshtë, tjetra rrim pak më lart. E shef? Kjo pak më poshtë, kjo pak më lart. Japim komët. Tamam? E çojmë këtë pjesën kështu, lart. E shef? Kjo shkon këtu lart, edhe kjo tjetra shkonën në anën tjetër. Këtu. E shefni? Edhe pastaj e kapim këto dy pjesë këtu, edhe i rrotullojmë për te poshtë. Domethënë i rrotullojmë për te poshtë, kështu edhe shtrëngohet. Kur e rrotullojmë kështu, shtrëngohet kjo pjesa. Shef? Çkaç. Sheve? Nëse e qel, s'ka kur gjo. Sheve? Kur të hapim komën, shive sa mund të hap tashi? Se ajo prandaj është ajo finta që japim domethënë komën në fillim kështu, që pastaj kur dhe kemi nevojë të hapim komën elbete më shumë, kjo nuk na pengon. Edhe nuk qilet, ja, edhe ta qeli shive, prapë e ke pjesën këtu të mbulume. Tamam? Kjo është pjesa e poshtme. Kështu lidhet ihrami poshtë, shumë kollaj. Domethënë, njënën dorë mban poshtë, japim komët, njënën pak më lart. E çojmë njënën pjesë kështu, edhe njënën tjetër e çojmë kështu, mastaj i kapim këtu, edhe e shtrëngojmë. Kemi drejt gjatë ihramit ta vendosim edhe rrypin. Rrypin kemi drejt. Ka në rrypa special për ihramin atje, po mundesh edhe rrypin normal të panteshave që ke pantulleve, ke drejt ta shtrëngojsh, e në mo unë të kom qaf, nuk bia ajo. Nuk ka shans të bere. Kjo është pjesa poshtme. E pjesa nalt është ma kollaj. Pjesa nalt nuk ka dëni, preferohet të mbulohen pika supet, ja kështu. Që, si që është në kështu, veç me fuk ka supet kështu. Ja, se tash e komen e këtë sakon, edhe pak pengon. Normal, ja, që kjo është mbulesa nalt. Kaq. Si do që të mbulohesh nalt nuk prish punë, po kjo është normal, kështu e vendoset. Ajo është gjatë, dhe shpjegojmë, gjatë tavafit, ajo e shpalos njënin kratë. Tash jemi vetëm kur e bëjmë niyetin për ta vesh ihramin. I veshim ihramet, edhe pasi e veshim ihramin, ku me lasha digitronin, ta marim, dalim ke pjesa tjetër. Pasi e veshim ihramin, shkojmë te ai vendi atje ku tham ku bëhet niyeti. Atje kur shkojmë që ta bëjmë niyetin, e bëjmë niyetin me zemër, edhe thomi lebejk Allahumme umratan. O Zot, të përgjigjem ty për umre. E bëj niyet për umre. E bëjmë me zemër, po e shqiptojmë me gojë pastaj telbien. Lebejke Allahumme umratan. Ne i falim 2 rekat namaz aty. Po t'jetë vakti namazit farz, varet si do qëllojmë, dhe falim farzin. Ama po t'jetë vakti i sunetit, dhe të falim 2 rekat nafile. Shembull, nuk ka namaz farz, atëherë do i falim 2 rekat, se preferohet për shkak se aty është një luginë e bereqetshme. Xhibrili alayhis salam i ka ardhur pejgamberit alayhis salam dhe i ka thonë fali 2 rekat ke ky vend, se kjo është një luginë prej luginave të bereqetshme. Kur e falim atë, e bëjmë niyetin lebejk Allahumme umratan, edhe ja si është. Ihrami domethënë niyetin. Lebejk Allahumme bi umratin. O Zot, kuptimi të përgjigjem ty Allah për të kryer umrën. Kjo është niyeti. Piktu mo, neve kemi për ta kryer një adhurim. Ajo është umra. Piktu fillon, çfarë bëjmë pas kësaj? Pas kësaj fillojmë e bëjmë telbien, i thonë. Telbia çfarë është? Lebejk Allahumme lebejk, lebejk la sharika laka lebejk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Do thonë kjo është telbia. Të përgjigjem ty o Zot, të përgjigjem, domethënë do të tregojmë pastaj se çka do të thonë telbia. Po njerë, e tash kur e bëjmë niyetin për ihram, neve automatikisht na fillojnë disa ndalesa.
që s'kemi drejt më të bojmë. Kur i veshim këto dy peshkirat, na ndalojnë disa gjëra, nuk kemi drejt më t'i bëjmë. Cilla është? E para, shkurtimi i flokëve të kokës ose trupit. Nuk kemi drejt më t'i presim flokët. Kur e bëjmë niyetin mo, s'kemi drejt t'i presim as flokët, as dishkulim qimet e trupit. E dyta, s'kemi drejt t'i presim më thonjt, edhe ta përdorim parfumin. Njërsa imi në niyet për ta bo umrën, është ndalume. Masna e treta, s'kemi drejt të bëjmë të lidhim kuror për martesë, një qatë bëhemi, s'kemi drejt më gjatë sa imi në niyet. Ose për vete, po nuk lejohet në t'ja bësh dikuj tjetër, si neve xhallarëve, për shembull, vjen dhe një thosh me ihram, në umre thot ai bëm një çavë hoxha. Jo, nuk lejohet, nuk preferohet. E ka ndaluar për Islam për ndalesave të ihramit jon. Për shkak se ti je tashmë në një adhurim që e lidh direkt për Zotin. Ndalohet marrëdhëniet intime me gruan. Shembull, thjesht ndalohen gjatë kësaj periudhe, njerëz janë në jetë, ndalohen. Për Islam e ka ndaluar edhe Allahu Azza wa Jalla e ka ndaluar, edhe kjo është për shkak që ti të merresh vetëm me angazhimin e ibadetit. E pesta gjuetia apo vrasja e kafshëve toksore të jegra. Kjo ndalohet gjatë kohës sa imi me niyet për umre. Nuk lejohet mo gjuetia. E ka disa ndalesa që janë special vetëm për meshkujt. Këto janë edhe për gratë, edhe për burrat. Njësoj. Ka disa që janë vetëm për burrat. E para, veshja e rrobave të qepura. Domethënë, tesha që i mbajmë normal janë të ndaluara. Këmisha, pantulle, çdo gjë, përveç ato dy peshkirat nuk kemi drejt veshim asnjë tesh tjetër. Edhe s'kemi drejt ta mbulojmë kokën, domethënë me ksul. Qoftë ajo ksul haxhiu, qoftë ajo ksul tjetër normal, ndërsa imi në niyet nuk kemi të drejtë. Është ndaluar, po çadër kemi drejt. Nëse është shumë nxehtë, çadrën ke drejt. Çadër ke drejt. E ka disa ndalesa të ihramit që janë vetëm për femra. Gruaja e ka ndaluar ta mbulojë fytyrën me nikab. Me nikab. E ka të ndaluar gjithashtu të veshe dorza. E ka të ndaluar të veshe dorzat. Ka drejt ta mbulojë fytyrën me shamin, normal kështu, ama jo me nikab. Domethënë se ajo nikabi është që e ndan organin, domethënë fytyrën e ndan të veçantë. A kështu me shami ka drejt ta mbulojë ose e fug një shami komplet pi përkiti kështu. Vetëm ajo që domethënë i duken veç dy syt ose njëri sy, kjo nuk lejohet gjatë kohës sa është me ihram dhe nuk lejohet gjithashtu t'i veshe dorzat. Çfarë do të kemi parasysh neve? Sandallet. Burrat. Ne s'kemi drejt me patika. Kur e bëjmë niyetin nuk kemi drejt të veshim patika, që na mbulon zogun e komës ose shumicën e pjesës të komës, e në pjesën mbrapa, që e mbulon. Do thonë zogu i komës duhet jetë i shplumur, edhe shumica e komës duhet jetë e shplume. Nuk kemi drejt me patika, po duhet marrim disa sandalle që janë, domethënë, shumica e komës është e shplume, edhe zogjt e komëve janë të shplume, nuk janë të mbulume. Duhet kemi kujdes për këto. Kurse gratë kanë drejt veshin çorap, kanë drejt veshin patika, nuk ka problem për te aspekti, domethënë, te gratë. Vetëm pak. A shumë patika start ka mundemi dhe marrë? Jo. Jo, Jo. Vetëm me sandalle. Ka me sandalle që me rrypa si patika, domethënë kështu, ama është ne më e çelme, që është e lidhme mbrapa, domethënë, ama zogjt e komës janë të çelme. Kjo pjesa e komës tunal duhet jetë ma shumë duhet jetë e çelme. Lejohet sa pjesa shembull e nalleve që është nallet përpara kanë pas kanë një rryp. Domethënë, ashtu sandallet sa më thjesht, sa më çelt jetë, aq më mirë. Domethënë, kjo është sa i përket burrave. E gjatë ihramit, pastaj i kemi parasysh telbien duhet ta thomi. Telbien e thomi një kur ta shohim Ka'ben, thomi lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lek, lebejk innal hamda wan ni'mata lek wal mulk la sharika lek. Një kur ta shohim Ka'ben, thomi telbie pa ndërprer. Burrat preferohet ta ngrejnë zonin. Shumë. Sa të mund. Normal. Kjo është me sunetit. Sahabët bërtiqin shumë, e ngreshin shumë zonin kur boshin telbie. Kurse për gratë nuk preferohet. Për gratë e thuhen në heshtje, në vete. Nuk duhet ta ngrejnë zonin gjatë thumjes së telbies. I kuptuam këto? Ka ndonjë një pyetje rreth kësaj? Thamë se është ndaluar në parfumi kur e bëjmë niyetin. Para se ta bëjmë niyetin, parfumi lejohet ke trupi, nuk lejohet te peshkirat. Po nëse i bën peshkirat pa dashje me parfum, çfarë bën? Duhet t'i laje. Duhet t'i laje ato peshkirat, ose po mund të veshe, nëse s'ka ku t'i laje, duhet marrë
qera peshkira, ka shesin, qera duhet i bleje tjera. I hramet i blejmë, apo i marrim edhe Po, i hramet i blejmë atje, edhe ato janë të tuat mo. Nuk, po, ato mbesin për ty, nuk kthehen ato. Gjone pash se ne me dinë rrim 3 ditë, ashtu? Ne në Medinë 3 ditë rrim. Pastaj Ne ditët e para në Medinë dhe jetë ma tepër që blejnë. dhe i barim i hrama, gjoja, cent, këta të bëjmë vizitat, ato atje janë, ato e disa vizita janë atje, por ato do spjegojmë atje, në Bedrin, Uhudin, e drejta, Kryesore të gjënë dhe i blejnë mandine. atje dhe i blem, në Medinë. Po. Pastaj fillon telbia, si tham, ja hypim në autobus, kështu, nisoj, me peshkirat imi veshë. Edhe fillojmë telbien, e bëjmë lebejke, ja shqiptimi telbie. Çka do më thonë? Telbia shqiptohet gjatë kohës që jemi në ihram derisa ta shohim Çabën, si tham. Lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak, lebejk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Kuptimi të përgjigjem ty Allahu im, të përgjigjem ty, ti nuk ke ortak. Vërtet falënderimi, begatit dhe pushteti janë vetëm për ty, ti nuk ke ortak. Në kjo është për qëllimeve të njëshmëria. Umreja, një për urtësive që Allahu e ka bo farë obligim umren, ose sunet umren, është njëshmëria Allahut azza wa jalla, të vërtetohet të uhidi, se vetëm Allahu na adhurojmë një. Allahu na ka kriju, thot nuk i krijua xhinet edhe njerëzit, vetëm që mu të ma adhurojnë. Pastaj vazhdojmë me autobusin njerë kur rrim mon Mekë. Mekë ne do shkojmë në hotel. Spari. Para se shkojmë ta bëjmë tavafin, ku do shkojmë? Do shkojmë në hotel. Dhe i marrim dhomat. Preferohet njësoj të lahet njeriu. Ti qese peshkirat, të lahet, ama vetëm me ujë tash. Ketë kujdes, tash shampon nuk duhet përdore mo. Tamam? Pse? Është ndaluar me parfumi, si thamë. Ato shampona që kanë parfum është ndaluar të përdoren gjatë kohës sa imi neve në njetë. Po është sunet të lahesh njerë. Për në Islam është la para se ty jenë në Çabe, është pastru edhe njerë. Më thonë, i veshin peshkirat normal, si që i veshëm, edhe vazhdojmë atër për te Çabja. Kur shkojmë te Çabja, sa do i mrenda, njerë atër ne bëjmë telbije, thamë ashtu, atër e ndalim o telbije, nuk bëjmë telbije se e shofim Çabën. Kur e shofim Çabën, atër preferohet aty të bëjmë ndonjë dua, sa e shofim Çabën, mund të ta bësh vetë çfarë duhesh ndonjë dua, po nuk është pa qetër. Është sunet të bëhet dua. Në kush don të bëhet dua, bën dua, kush nuk don, nuk bën. Vazhdojmë njerë te Çabja që të fillojmë me çfarë? Me tavafin. Ato janë tavaf çdo më thon, me u rrotullu rreth Çabës, sa herë do të rrotullohemi rreth Çabës? 7 herë. Obligim është 7 herë me u rrotullu rreth Çabës. Tavafi thot ka 7 rrotullime dhe fillon nga guri i zi. Guri i zi ishte kjo teslika që e pa, më shef? Këtu, te qoshi? Afër derës, këtu është dera e Çabës, këtu vjenën guri i zi. E që ky guri i zi, ky është vetmi ajo që ka zbrit pi xheneti, është guri i zi. Ky guri ka zbrit pi ku? Pi xheneti. Allah e ka zbrit në tokë pi xheneti. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë gurin, ky guri i zi, thot, është prej xhenetit, edhe ka qenë, thot, i bardh. Ma i bardh se tomli, thot për Islam, apo me një hadith tjetër, ma i bardh se bora. Thot, mirë po për shkak të gjunaheve të bijve të Ademit, njerëzve, është nxjin këtë formë. E ka marrë ngjyrën e zezë. Përndryshe ka qenë thjesht i bardh. Kur e ka zbrit Allahu sefte në tokë, ka qenë thjesht i bardh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për këtë gurin se ky gur do të dëshmohej për të gjithë ata që kanë shkuar numre edhe e kanë përshëndet apo e kanë prek këtë gurin. Do të dëshmohej. Se o Zot filoni erdhi edhe e kanë kry adhurimin, e kanë kry umrën. Do dalë si ndërmjetësues në ditën e gjykimit para Allahut azza wa jall. E për që këtë gur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se prekja e këtij guri apo edhe ati këndi tjetër, këndi i Yemenas që është këtu mbrapa, do të tregojmë pastaj në vazhdim. Thot kush mund ta prekë atë edhe kët, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu ja fal gjunahet. Kët gur Allahu në ditën e gjykimit do ringjallë, thot, do ta sjellë Allah, edhe do ketë, thot, edhe sy, thot, edhe gojë, thot pejgamberi sallallahu. Edhe sy do flase, edhe gojë. Edhe do të dëshmohej para Zotit se shembull Ariani erdhi e kriju umrën, o Zot. Do fole, dhe shofe. I kërkon njerëzit edhe dëshmon, ky ishte, fol. Në ditën e gjykimit ky guri.
Nëse mundemi ta prekim, pikë këtu fillon tavafi. Nëse mundemi ta prekim, është sunet. Nëse mundemi ta prekim, duhet shkojmë ta prekim. Po nëse nuk mundemi, Është e përcaktuar se ku ka më shumë ngarkesë në Mekë. Veç kohën e Qadës apo jo, tash nuk ka më e përcaktuar, tash shumë njerëz shkojnë. Tash është full gjithkohës gati është. Ka ngarkesë madhe të umrës tash. E nëse mundemi thot, duhet shkojmë ta prekim. Për Islam si e ka bo? Për Islam thot Abdullah ibn Omeri ka shku e ka prek. Po si e ka prek? Thot edhe e ka prek me ballin, edhe e ka puth. E ka puth e pastaj ka thon bismillah Allahu Akbar edhe ka fillu tavafin. Disa raste për Islam s'ka mund ta prekë me ballin, po vetëm e ka puth. E pastaj ka thon Allahu Akbar, edhe ka prek me dorë. Disa raste tjera e ka prek me dorë, s'ka mund ta puthe, vetëm e ka prek me dorë edhe ka thon bismillah Allahu Akbar e ka puth dorën. Edhe ka vazhdu. E disa raste tjera për Islam e ka prek me shkop. Kur s'ka mund ta afrohet as me dorë, e ka prek me shkop, e pastaj ka puth shkopin e ka thon bismillah Allahu Akbar. Ka pas raste kur s'ka mund hiç të afrohet, shkaku i gushvës ose njerëz shumë, atëherë vetëm e përshëndet pilark. E ngrem dorën e djathtë, edhe thomi bismillah Allahu Akbar. Edhe fillojmë rrethin e parë. Në kjo është sa i përket gurizi. Gurizi piku është pi xheneti. E vetmja hise e xhenetit që është në tokë është që kjo pjesë. Është guri i zi. Tjetër nuk ka gjë të xhenetit në tokë. Vetëm që ky gur. Ala është pjesë e xhenetit në tokë dhe kjo dëshmon se xheneti ekziston. Kjo dëshmon se xheneti ekziston. Tavafi ka 7 rrotullime dhe fillon nga guri i zi. Ngrem dorën e djathtë drejt gurit të zi dhe themi në rrotullimin e parë kur mrrim sa ta fillojmë tavafin e parë, rrethin e parë, thomi drejtohemi drejt gurit, e ngrem dorën e thomi bismillah Allahu Akbar. Edhe fillojmë pastaj rrethin e parë. Kurse te rrotullimet tjera, pikë i dyti, i treti, i katërti, i pesti, i gjashti, në i shtati, çfarë thomi? E ngrem dorën vetëm thomi Allahu Akbar. Allahu është më i madhi. Kuptimi, do më thonë, në emër të Allahut, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Këtu fillon tavafi. Këtu, po, tash do të tregojmë. Këtu pasi që shkojmë aty, e zbulojmë, do më thonë, anën e djathtë. Se neve thamë kemi të mbulume, komplet imi të mbulumun, ashtu? Imi të mbulumun, komplet. Kështu. Jemi kështu të mbulumun, komplet. Atëherë çfarë bëjmë? E shpalosim vetëm këtë njënën, e qesim krajin, e shtim kështu përfundi, e zbresim këtë pak më poshtë, kështu, edhe e fugim mbrapa. Çe. Kështu. Kraji gjatë kështu shpaloset. Edhe neve kështu imi, faktikisht kur ecim, guri na vjen në anën e krajit majt. Domethënë kështu na vjen. Neve kështu im te çapja, guri na vjen ka kjo ana çapja na vjen. Çapja se ne shkojmë kështu. Pika e gjatë shkojmë për ka e majt. Kur mrim aty thomi kështu, bismillah, Allahu Akbar. Edhe fillojmë, ecim rreth çapës, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë, 7 herë. Pasi i përfundojmë 7 rrotullimet, e mbarojmë tavafin me 7 rrotullimet. Gjatë rrotullimeve neve pite guri i zi, shkojmë rreth edhe mbrim te ky këndi këtu. Shef ky ku shkon? Këndi i Jemenas. Këndi Jemenas. Ke ky këndi i Jemenas vetëm preferohet ta prekim, jo ta puthim, nëse mundemi. Jo të shtyhemi, nuk bën shtyhemi. E ka ndaluar për Islam në sahabët, e ka ndaluar që njeriu të shtyhet dhe të mundohet vetëm që ta puthe gurin e zi. Se kanë thonë o Omer i ka thonë për Islam, o Omer ti je një njeri i fortë. Ka thonë Omeri çokullve ti je i fortë, ama ti thotën kur po të shtyhesh e dëmton të doptin i ka thonë. E neve kemi të ndaluar ti bëjmë keq muslimanit. Haram. Kjo është sunet, puthja e gurit zi është sunet. Ata shtysh një musliman të mundohesh me atë aty të zihesh, njënën qetën vetëm që ta puthish gurin e zi, është haram. E ne më mirë kemi ta lëmë një sunet se sa ta bëjmë një haram. Më mirë kemi ta lëmë një sunet që nuk është obligim, se sa të shtyhemi me ndonjënin që të bëjmë ndonjë haram e ne ta humbim vlerën e umrës. E kur vim te ky këndi i Jemenas, njëherë këtu e lexojmë një dua. Atë dua ngjitet dini. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot, na jep të mira në këtë botë edhe në botën tjetër edhe na ruaj nga zjarri i
xhenemit. Kjo preferohet pite ky këndi, njerë këtu, te guri i zi. E këtu kjo pjesa, e shifni kjo guri, kjo i thonë guri Ismailit, a.s. Qabja, Ibrahimi a.s. kur e ka ndërtu njerë te kjo pjesa këtu. Ka që madhe ka qenë qabja, me gjithë këtë gurin bashkë. Njëra aty ka qenë shtyllat e fundit. Mirë po gjatë rindërtimit, kur e rindërtun mushrikët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e ndërtun Mekasit, edhe njëherë e rindërtun, nuk ju dolën paret halal. Se Qabet është ndërtu me paret halal. E ato ishin pabesimtar, ishin në atë kohë, nuk ishin musliman, ama ke Qabja kur erë që ta rindërtojnë Qabet, vetëm paret halal deshin. Ta shtin ke shtëpia e Zotit. Edhe nuk ju dolën paret tamam, edhe e ndërtun deri këtu. E ne e bën një shenjë, ndërtun këtë gurin kështu, që të dihet se Qabja ka qenë deri te guri këtu. Temelet e Ibrahimit a.s. kanë qenë deri këtu. E pastaj ka mbet kaq sa është edhe sot. E kush falet këtu mrenda? O sikur o fal në Qabe mrenda. Kush falet këtu? Është sikur është fal këtu mrenda. Për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kapi një ditë gruan e vet, bashkëshortën e vet, Aishën radhiyallahu ta'ala anha, dhe i tha: "O Aisha, a do të falesh ta në Qabe mrenda?" Tha: "Po ja Rasulullah." E kapi për Islam me çoj këtu. Te ky guri. Tha: "O Aisha, falu këtu, tha se po të falesh këtu, ke kjo pjesa." E dini atë gurin për jashtë që është kështu si rrumbull. Thot: "Po të falesh te kjo pjesa, thot, është sikur je fal në Qabe." Sa është një namaz në Qabe? Sa e ka problemin? Sa 100.000 namaze në xhamia qera. Sa 100.000 namaze, një namaz ta falish tu, e ka problemin sa 100.000 namaze në xhamia qera. E kur e përfundojmë pastaj 7 herë, drejtohemi mbas mekami Ibrahimit, duhet i falim 2 recat sunet. Preferohet i falim sa? 2 recat namaz. Ky është mekami Ibrahimit. E shihni këtu? Ke Qabe, ja keni pak këtë pjesën këtu. Kjo është mekami Ibrahimit. Këtu është një gur. Thuhet se Ibrahimi alayhis salam ka qëndruar aty kur e ka ndërtu Qaben. Kur e ka vënë guret e Qabës, ka qëndruar këtu. Është një gur. Ana bila aty janë në ato vizatume në komët e Ibrahimit, ku kanë ditë me nallet taj guri. Domethënë, edhe thuhet se Ibrahimi alayhis salam aty ka qëndruar dhe e ka ndërtu Qaben. E neve kur e përfundojmë 7 herë tavafin, ku shkojmë? Shkojmë mbas këtij gurit. Ku do gjejmë vend? Mbas kësaj, në drejtimin e kësaj, ke Qabja, do shkojmë dhe i falim 2 recat namaz. Është sunet që të falen 2 recat namaz mbas tavafit. Ke recati i parë, çfarë lexojmë? E lexojmë surën Fatiha dhe surën El-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum walidin. Kush nuk e din mundet edhe surë tjetër. Nuk është pa tjetër ajo. Po kjo preferohet, kjo është sunet lexohet. Ke recati i dytë e lexojmë Fatihan edhe surën Ikhlas. Cilla është sura Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. E pasi i falim këto 2 recat, atëres është e preferuar me shkojmë që të pijmë ujë Zemzem. Uji Zemzem është ujë i bereqetshëm. Uji i Zemzem është ujë i bereqetshëm. Pra Islam ka thonë, uji i Zemzem për çfarë do që ta bësh në jetë Allahu Azza wa Jall, nëse e bën për shërim, për shembull, çaron, nëse e bën në jetë për të arrish dëni sukses në dunja, me lejen e Zotit e arrin. Edhe preferohet, i vetmi ujë që preferohet të pijet shumë, derisa në ta teprosh. Ujti tjetër Allah i thot anjen e pini mos e teproni. A ke Zemzemi jo, ke Zemzemi ka thonë për Islam pini derisa ti mushni brind. Sa më shumë të pini. E ne do të shihni se ky ujë dallon pi ujtit tjetër normal që është ke neve. Edhe kjo është edhe në vend të ushqimit, siç e çova atë hadithin te grupa e lexut, ai sahabiu që 30 ditë s'ka hungur, veç ujë Zemzemi ka pi, edhe me atë ka jetu. 30 ditë veç me ujin e Zemzemit. Se është ujë i bereqetshëm. Preferohet pijmë ujë sa më shumë, preferohet ta lagim krijen me Zemzem, ta lagim fytyrën, ta lagim krahët me ujë Zemzemi. E mas asaj drejtohemi për ku? Për të 2 kodrat. Safa edhe Merva. Saj ndërmjet Safës, domethënë hecja, saj domethënë nxitimi apo hecja ndërmjet Safës edhe Mervës përbëhet duke kaluar 7 herë. 7 herë duhet kalojmë. Duke filluar nga Safa dhe duke përfunduar në Merva. Fillojmë pi te kodra Safa, edhe pastaj e mbarojmë, duhet ta mbarojmë të 7-ën te kodra Merva. Si është kjo? Shumë kollaj. Drejtohemi për te kodra Safa. Aty dhe shifni kur do shkojmë në vend.
edhe hypim te kodra Safa. Aty e lexojmë një ajet. E lexojmë gjatë ngjitjes e lexojmë një ajet, recitohet ajeti kuranor. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima, wa man tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. Kuptimi, vërtet Safa dhe Merva janë nga shenjat e Allahut. Janë nga shenjat e Allahut. Ai që bën haxh ose umre, nuk bën mëkat nëse i viziton ato. Nuk bën mëkat nëse i viziton ato, do të thotë është obligim ti viziton ato vende. Kush bën vepra të mira vullnetarisht, Allahu është falendërues dhe i gjithdijshëm. Kur ngjitemi në Safa, masi e lexojmë këtë ajet, drejtohemi për Kaçabja në ngrejmë dorët. Drejtohemi për Kaçabja, edhe ngrejmë dorët edhe e bëjmë një dua që e ka bëu pejgamberi selam. Ka thënë Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Këtë lexojmë 3 herë. Edhe pastaj mund të bëjmë dua çfarë don ti. Vet, pi çefit ton. Çfarë don ti lutesh ti, mundesh ti lutesh Zotit. Po. Po mos e dish këtë ajetin. Mund ta çesh në telefon? Mundesh ta çesi, po prandaj e bën këtë. Këtë shembull e mban me vefte, ti gjatë hyrjes aty e lexon këtë, nuk ajetin. Jo, mundesh edhe me të lexu, domethënë nuk prish punë. Këto duaja, xhoja, gjitha mundesh ti bësh edhe me të lexuar. Këtë dua ne lexojmë sa herë tham? 3 herë, kur jemi te kodra. Përkthimi çfarë do të thotë? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, domethënë Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, të vetmit pa ortak. Ati i përket sundimit dhe lavdërimi dhe ai është i plotfuqishëm mbi çdo gjë. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, të vetëm. Ai e përmbushi premtimin e tij, e ndihmoi robën e tij dhe i mposhti aleatët, armiqtë e bashkuar i vetëm. Domethënë Allahu azza wa jalla ndihmoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kundra pabesimtarëve në luftën e Ahzabit, kur ngrumbulluan gjithë lufta e Hendekut, kur e bën Hendekun në Medinë. Pas lutjeve nisemi drejt Mervës për te kodra tjetër. Ajo ecim. Ecim, pastaj do shihni do drita jeshile e nalt. Pi aty preferohet të nxitohet burrat, gratë nuk duhet nxitojnë. Burrat duhet të nxitojnë. Sa nxitojnë? Nxitojnë shumë, ama nëse ka hapësirë mirë, nëse nuk ka hapësirë, atëherë ecim normal. Ose po, nëse mundemi, nuk mund të nxitojmë, atëherë bëjmë sikur nxitojmë në vend dhe ecim kështu, ka pak. Domethënë vetëm e bëjmë atë sunetin formalisht që e ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri kur të mrrim te koda tjetër. Te Merva, kur mrrim te Merva, hypim nisoj te kodra Merva dhe lexojmë atë duan që lexum te Safa, te kodra Safa. Edhe atje drejtohemi drejt Çabës, edhe e bëjmë atë dua. Pastaj kur mrrim pikë Safa ke Merva sa llogaritet? Sa herë llogaritet? 1 herë. Pite Merva te Safa 2. Pite Safa te Merva 3. Pite Merva te Safa 4. Pastaj pite Safa prapë te Merva 5. Pite Merva te Safa 6. Pastaj Merva mbaron 7. E 7 duhet të jetë Merva duhet të dalë. Se mos e bëni 14 herë. Se ka dhe një e ka gabuar ashtu, e ka bë 14 herë. Ka shku ka ardhe ka llogarit 1. Ka shku ka ardhe ka llogarit 2. Ajo i sa i bie? 14 herë. Ata ka menduar se ashtu llogaritet. Shku me të ardhme 1, jo. E shku me 1, e ardhme 2. E shku me 1, e ardhme 2. Ha? Është në kjo dikundi për afërsi 400 metra. 400 metra është eci shumë. 7 herë ta bësh kështu, është në 2 kilometra e diçka. 2 kilometra e 700 e ca hapa, domethënë metra. Domethënë 2 kilometra e diçka e ke ta bësh kështu. A nuk diton non stop ti. Do pjesë ecën, vetëm ku është ajo drita e jeshile. Njëherë ka drita ajo 100 metra ndoshta ose aq nxiton. Domethënë kjo është në Safa, edhe Merva. Këto dy kodra janë që preferohet, domethënë të ngjitemi këto, bile nuk kryet, është jo preferohet, por është obligim, se pa ato nuk quhet umra, pa e bë këtë Safa dhe Merva. Si ka mbetëm kjo, kush e din? Pse ne ecim 7 herë aty? Haxherja me Ismailin alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam kur e çoi gruan e vet, Haxherën, edhe Ismailin, vocin e vet, i çoi në Ilan Çabe. I la ke kjo vendi, ata as ishte ndërtu Çabe atëherë. I la bashkë kjo pjesë, Allahu ja zgjedhi atë pjesë. Edhe nona e vet
e Ismailit, gruaja e Ibrahimit a.s. Ibrahimi i çoi atje në i la pak ujë me vefte, edhe pak hurma me vefte. Edhe i la aty në unis çetike. Sa Allah ashtu i kishte thonë. Ai kishte një grua tjetër, se historia e gjatë, se xhelozis gruas parë, Sarës, mas na e pru këtë gruën, ajo s'kishte fëmijë, ne mas kur lindi kjo tjetra ajo xhelozonte, mas na që ti largohej sherrit, e pru Haxherin ku në Çabe. I la aty me një pak ujë edhe pak hurma. Edhe iku, unë istike. I thot nona Ismailit Haxheria, i thot Ibrahimit, o Ibrahim ku shkon thot? Ku na len thot ne këtu? Ibrahimi si përgjigjet, nuk i jep përgjigje. Atëres thot o Ibrahim, a Allah ka urdhëruar thot na losh neve këtu në tikish apo vet pimendjes tonë? Tha Allah i tham ka urdhëruar. Atëherë thot Allah nuk ka për të na humb. Ara në çfarë besimi, ha? Vet do rrihet tash në shkretin atje, vet me fëmijën e vogël, me pak hurma, me pak ujë. Thot masi Allah pas ka thonë Allah nuk na humbën. Mirë po pas një kohë fillon ujti i harxhohet edhe hurmat i harxhohen. Edhe Ismaili a.s. fillohet etet shumë. Derisa e përshkruan hadithin që transmeton Ibn Abbasi, Buhariu e transmeton, thotën rrotulloheshte Ismaili pi asaj etjes madhe rrotulloheshte te dheu, na për shkretin, edhe çante. Donte ujë, ai fëmijë ku e dinte. Edhe atëherë nona vet Haxheri unë ngrit edhe filloi të kërkojë ujë, çofet ndonjë helbete. Mos vjen ndonjë t'u bjerë ujë, t'u bjerë ushqim, unë gjit te kodra Safa, tu kërku, pa mos shvjen ndonjë, s'ka. Ecën deri ku? Deri te kodra tjetër. Në Merva, edhe atje shefën mos vjen ndonjë, këtë e bon sa herë? 7 herë e bon këtë. Tërma, tërposhtë. 7 herë. Herën e 7 kur vjen e shef një njeri atje, Romon. Kishte ardhur Xhibrili alayhis salam edhe me fletën e vet e rëmonte bunarin e cin Zemzemin. Ujtin e Zemzemit. Edhe doli ujti i Zemzemit edhe i tha Xhibrili alayhis salam, tha mos ke gale, tha se ky ujë tha nuk shteret më deri në ditën e gjykimit. Pse? Se Allahu e ka zgjedhur që të bëhet këtu shtëpia e Allahut. Çabja. Mirë, po ajo Haxheria, pi asaj që ishte grua, ne ishte trajmund, se mos i harxhohet ujti, edhe fillon që ta bën kështu, ta grumbullon atë dheun aty që mos ike ujti, mos rredhe, mos ike. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allah e mëshirof nonën tonë Haxherin, thot. Po ta linte, thot, mos e grumbullonte kështu atë vendin për ujtin, thot lumi i Zemzem dhe rreth të thot lumi madh do boshte. Dhe este si një lum i madh, mirë po ajo e grumbulloi kështu në mbeti vetëm në Çabe si bunar, që kam pi me njerëz sot sa miliarda njerëz kam pi, e nuk është erë, e në ala ka ujë. Plot është, si atë ditën e sot. Më thonë, kjo është anë, ai ujti i beret. Pas i përfundojmë këto 7 herë, atëherë çfarë na vjen më e fundit ta? Dalim pi Çabës, edhe kur dalim pi Çabës ku shkojmë? Ruajtja ose shkurtimi i flokëve. Pas përfundimit të rrotullimit të 7 në Merva, meshkujt e ruajnë kokën dhe i shkurtojnë, ose i shkurtojnë flokët ose i rrujnë. Mirë, po mas e vap cëlla është me brisk. Se pejgamberi Islam ka thonë, Allahu i mëshiroft ata të cilët e rrujnë kokën me brisk. Njëri pi sahabëve i thonë, ja Rasulullah, ato që shkurtojnë. Pejgamberi Islam thotë për s'dyti, o Allah, mëshiroj ata të cilët e rrujnë kokën. Ai sahabiu i thotë, ja Rasulullah, thotë edhe ato që i shkurtojnë. Pejgamberi Islam prapë për streti. O Zot, mëshiroj ata të cilët e rrujnë kokën me brisk. Ai sahabiu, ja Rasulullah, edhe ata të cilët i shkurtojnë. E atëherë pejgamberi Islam herën e 4 tha, o Zot, mëshiroj edhe ata të cilët i shkurtojnë. Burrat preferohet ose t'i ekin krejt, t'i rrujnë, e kjo është më e mira, ose po t'i shkurtojnë. Për gjithë thonave duhet marrin flokë të njësoj. Jo treqime, si disa, veçëm treqime. Tak, një këtu, tak, e në një këtu, cak, e në thot, mbaroj, jo, duhet të diktohet shkurtim, se përse quhet shkurtim ajo, që dallohet pi, se kjo shkurtu. Këtë e bën njëve ka frizera aty. Kanë parasysh ato berberat atje. Po, e kanë. E kanë si duhesh ti, i thotën me mashinë edhe ose me brisk. Po pash do shkojmë neve, s'është problem ajo. Femrat nuk i rrujnë kokën si burrat. As nuk i shkurtojnë shumë, po sa i shkurtojnë femrat? Femrat duhet i shkurtojnë sa maja e gishtit. Sa maja e gishtit. Aq i shkurtojnë flokët, edhe me këtë përfundon krejt umra. Dalim më pi peshkirave.
shkojmë në hotel, lajemi, veshemi normal, edhe mo s'kemi mo punë me obligimet e umrës. Ka që është umrëja. Edhe neve mo dalim, edhe pastaj mo shkojmë i vizitojmë vendet qera të Mekës, shikim me tesha normal si këtu. Domethënë kjo është sa i përket umrës. Po të lejohet brenda, vetëm se brenda nuk mund të ysh mo poshtë. Do të ysh ke kati qetër, nalt, se me tesha normal nuk lejojnë mo të ysh poshtë. Po nëse mban nga ato, si më thoshin, gjëveshën ato që i mbajnë ata qypar. Edhe ato nëse i mban poshtë nuk lon të ysh. Poshtë, jo, vetëm nalt ke kati parë. Pike kati parë dhe i dytë. Vetëm me ihram lejohet poshtë. Vetëm me këto peshkirat. A kemi të drejtim bajmë këto dhe nëse futemi përsëri? Në ke drejtim bajsh, po do të vije zor, non stop të rish me ato, do të vije zor. Do mundohesh. A për ndryshe mundesh me ato mundesh të ysh poshtë kur duhesh. Me ato. Mundesh të ysh, po, me ato. A me kështu normal me tesha tjera ke kati parë, i dytë, i tretë, varet ku do ketë vend. Domethënë kaç është umra. E kuptut? Ka ndonjë pyetje, më shumë do të shpjegojmë atje, detajisht, pra do të shpjegojmë neve. Në vend, ku do shkojmë kaj vend, do shpjegojmë, ku do shkojmë kaj vend, do shpjegojmë, po pak parasysh ta keni parafërsisht diçka. Domethënë parasysh si bëhet umra. Nuk është ndonjë ibadet i vështirë. Po. Inshallah krejt do kaloje kollaj. E tashi kush ka ndonjë pyetje, po të keni ndonjë pyetje elbete nuk e kam përmend ndonjë send, se besoj që këto 4 pikat i kalum. Vjera zbrafte, sfejli da objasna mu shtet nështë na makedonski. Ti po, ta shpjegoj edhe njerë në maqedonisht? Da objasna mu shtet nështë na makedonski? Vorede? Razbra. Si të razbra znajte, znači albanski, pa zato nemat potreba na makedonski. E pasja, to je. Kulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.